wish you a very great day. Please enjoy the moment. Bravo! Sot, në ambientet e aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari u festua dita ndërkombëtare e fëmijëve 1 qershori në një mënyrë të veçantë dhe plot emocione. Mes buzëqeshjeve, lojrave dhe aktiviteteve kreative, fëmijët patën mundësinë të përjetojnë një ditë të mbushur me argëtim, mësim dhe aventura. E veçanta e kësaj feste ishte edhe promovimi një libri të botuar për fëmijë, ku për rëndësinë e kësaj foli zëdhënësja e aeroportit Adem Jashari Valentina Gara. Ajo çka është më e rëndësishmja sot është se sot do ta lansojmë edhe librin për fëmijë, i cili është një libër ku tregon fëmijëve se çka duhet të kenë në aeroport, si duhet të veprojnë në raste të caktuara, siç janë kalimi nëpër pikat e sigurisë e tjerë, me qenë se ndonjëherë mund të jenë stresuese. Prandaj kemi lansuar këtë libër, i cili do të udhërohet të gjithë fëmijëve falas sot, dhe po ashtu gjatë vizitave të cilat i kemi pothuajse çdo vit nga institucionet parashkollore, ato deri në klaset e ulta. Ne do të adhurojmë këtë libër falas në mënyrë që të gjithë fëmijët të njihen me procedurat dhe proceset e një fluturimi, qoftë edhe atëherë kur udhtojnë për herën e parë. Ashtu si çdo fluturim që nis me një destinacion, edhe çdo fëmijë ka ëndrat e veta që meritojnë të udhëhiqen dhe të mbështeten në rrugtimin e tyre. Jam 13 vjeçare, jam në klasën e 8 dhe jam nga grupi Kore Tokarina. Unë jam shumë entuziazmuar me marrë pjesë në këtë event kaq të madh. Është vërtet krenari që të jem pjesë e këtij bashkëpunimi. Unë mendoj se që ky event u kanë shumë i lypër ndaj njerëzit, sepse me thonë të drejtën nuk ka pas kësi eventi si këto kjo jetë tjera. Unë për ndjehem shumë mirë që jam pjesë e kësaj dhe besoj që të gjithë fëmijët janë duke u kënaqur siç po shihet. Unë jam entuziazmuar të marr pjesë në këtë event që po mbahet në Adem Jashari. Për fëmijët, për 1 qershorin kisha thonë me don me festu edhe mu kënaq, se ky sen kur më kon fëmijë ndodh vetëm një herë, nuk përsëritet më. Përmes lojrave, aktiviteteve edukative dhe momenteve të paharrueshme krijuan kujtime që do të mbeten gjatë në zemrat e tyre. Të kënaqura me organizimin u shprehën edhe edukatorët, të cilat vlerësuan programin e përgatitur për fëmijët. Unë jam Derta Bytyqi, edukatore në shkollën Shtefan Gjeçovin e Anjev. Sot për nderë të festës së fëmijëve dita 1 qershorit, kemi organizuar një shëtitje ku stafi aeroportit na kanë prit shumë gratë, shumë mirë, kishte lojdra, kishte maskota, program për fëmijë, kështu që fëmija veç po shihen që u kënaqën gjatë këtij aktivitetit. E me zemra plot gëzime, energjinë pozitive dhe kujtime të paharrueshme, e përmbyllëm këtë festë të veçantë kushtuar pasurisë tonë fëmijëve.